ligjet, por edhe pyetjet që shprehin alarmin për atë që po ndodh në Shqipëri dhe që pushteti me borizanët e tij në media mundohen çdo ditë që të mbulojnë. Pyetja 1. Pavarësisht një dekade reformash në drejtësi të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara në Shqipëri, si e vlerësoni vazhdimsinë e shqetësimeve serioze mbi pavarësinë e gjyqësorit, sigurinë dhe procesin e rregullt ligjor, sidomos në dritën e gjetjeve të OSBE Odirit, se lider të opozitës ju nënshtruar procedimeve penale përpara zgjedhjeve të fundit parlamentare? Pyetjet e komisionit nuk mund të ishin më të qelluara në kohë. Shqipëria po përballet me testin më serioz të sundimit të ligjit në më shumë se sa një dekadë, në një klim shqetësimesh në rritje lidhur me pavarësinë e drejtësisë, procesin e rregullt ligjor dhe integritetin zgjedhor. Protestat e fundit të nxitura nga marrja e pandehur e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku kanë katalizuar në një përballje të vonuar prej kohësh me gjendjen e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Këto zhvillime theksojnë urgjencën që Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të shqyrtojnë nga afër situatën dhe të bëjnë të qartë në nivelet më të larta se Washingtoni dhe Brukseli presin që sundimi i ligjit të mbizotrojë. Administrata Trump nuk duhet të ndërhyjë në punët e brendshme të Shqipërisë. Megjithatë, ajo duhet të koordinohet ngushtë me Bashkimin Evropian për të shfrytzuar atë që mund të jetë një mundësi e shkurtër për të çuar përpara reforma të bllokuara prej kohësh. Akuzat e dala në fund të vitit 2025, pas seancës dëgjimore Flashpoint në Komisionin për Europën, janë veçanërisht serioze. Ato lidhen me abuzime në prokurimet publike pranë Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Akshit, e cila mbikëqyr infrastrukturën digjitale të Shqipërisë. Korrupsioni i dyshuar në Aksh ngre gjithashtu shqetësime sigurie shtesë për SBA-n, BE-n dhe NATO-n, pasi kjo agjenci luan një rol qendror në adresimin e kërcënimeve kibernetike, përfshirë sulmin kibernetik iranian ndaj Shqipërisë.